Është hera e dytë që vi në Shqipëri. Kam qenë këtu edhe vitin e kaluar në muajin korrik për një periudhë 15 ditore, me qëllim që të punoja si eskort. Fillimisht kam kontaktuar me një agjenci përmes internetit, e cila më ka thënë se kishte punë të mirë si punonjëse seksi me pagesë në Shqipëri. Bëm një marrëveshje që parat të ndaheshin 50 me 50, siç u realizuan vitin e shkuar përmes një taksisti, të cilin e dërgonte një shtetase e identifikuar me emrin Vania, pranë apartamentit ku isha akomoduar. Kam ardhur në Shqipëri bashkë me shoqen time, Talia V, në të njëjtën ditë, me të cilën njihem që në Brazil, nga nevoja e madhe për të realizuar pagesën e universitetit, pranova punën nga agjencia që më premtoi punë si eskort në Shqipëri, duke ndarë fitimet. Bosët amerikano-latin të shfrytëzimit kanë përdorur edhe mënyra të koduara se si të vendosnin në kontakt vajzat e mbërritura në Shqipëri me anëtarët shqiptar të rrjetit. Këqyrja e aparatit telefonik të Jolusen C, një vajzë 28 vjeçare nga Kolumbia, ka zbuluar një dhënë interesante për hetuesit. Në komunikimet në një grup në aplikacionin WhatsApp Hablar Tirana, ku vajzat merrin instruksione se si do të ushtronin prostitucionin në Shqipëri, del në dritë edhe një mënyrë e koduar për të njohur personin ku do të dorëzonin parat. Identifikimi bëhej përmes një kartë monedhe prej 5 euro. Nga këqyrja e bisedave me personin Lukas, me interesesh një bised ku ky shtetas udhëzon se si duhet të sillen e si duhet të kryejnë punën. Gjithashtu në bised është fota e një kartë monedhe 5 euroshe, ku shtetasi Lukas ju thot se personi që do të tregoj këtë 5 eurosh me këtë numër serie është personi që do të marrë parat që i takojnë atij nga ushtrimi i prostitucionit. Gjithashtu në këtë bised janë fotot ku shtetaset kolumbiane kanë pozuar për të reklamuar në faqet e Escort Girl. Shërbimi seksual i ofruar nga brazilianet, kolumbianet apo edhe ukrainasit e ruset në Tiranë varionte nga koha e qëndrimit të klientëve me to. Më së shumti për 30 minuta shoqëri seksuale kërkoheshin 100 euro, ndërsa për një orë 150 euro. Në varësi të klientëve, për qëndrime të gjata shuma mund të shkonte deri në 1000, 1500 apo 2000 euro. Kur eskortat shkonin në banesa apo hotele që zgjidheshin nga 10 klientët, vlera e kërkuar dyfishohej. Nga të paktën 3 dosje hetimore të analizuara nga 2 për këtë newsroom, rezulton se policia e shtetit ka mundur të lokalizojë dhe identifikojë në Tiranë gati 80 vajzat huaja, të pozicionuara në zona të ndryshme, nga Ishbloku tek Nënkaçet, pranë rrugës Kavajës, në bulevardin Zogu i Parë tek Myslimshyri, si edhe në zonën e Freskut dhe të Astirit. Mekanizmi i kësaj industrie të palishme lëviz heshtur. Apartamentet ku punojnë vajzat janë marrë me qira në aplikacionin Airbnb për pak ditë, pak javë ose maksimumi 1 muaj. Qirat paguhen kryesisht në cash, shpesh nga ndërmjetës shqiptar ose nga vetë vajzat me paratë e fituara. Ndërrimi i apartamenteve është një strategji për t'ju fshehur organeve ligjzbatuese. Kjo pasi fqinjët mund të dyshojnë. Hyrje dalje të shpeshta të individëve të ndryshëm në të njëjtën derë bie shpejt në sy. Policia mund të trokas më vonë atë derë. Pastaj klientët janë gjithandej. Ndryshimi i strezave të biznesit seksit është i favorshëm edhe për ta. Vajzat e shfrytzuara janë të lira, një liri e rrejshme. Ato e dinë që lëvizjet e tyre monitorohen. Hapat e tyre jashtë banesave nuk janë pa frikë. Në më shumë se një rast, vajzat e mbërritura në Shqipëri për prostitucion janë shfrytzuar kundër dëshirës së tyre. Përveç një prej rasteve ku një punonjëse seksi ka deklaruar të jetë përdhunuar nga një klient, të tjera janë kërcënuar me vrasjen e familjarëve të tyre nëse tërhiqeshin nga veprimtaria, ose janë shantazhuar përmes dërgimit të videove intime tek familjarët e tyre në vendet e origjinës. Disa nga bazat e prostitucionit në kryeqytet janë zbuluar nga vetë punonjëset e seksit, që kur janë ndjerë të kërcënuara nga shefat e tyre, janë paraqitur dhe kanë denoncuar në polici. Jam ftuar të vija të punoja si prostitut në Shqipëri pasi ishin të gjitha mundësitë për të fituar para. Kam ushtruar prostitucion dhe në vendet e tjera përpara se të vija në Shqipëri. Në momentin e parë që mbërrita persone me emrin Diego, më ka komunikuar se do të akomodohesha në një apartament me qira ditore. Më pas më kërkoi të shkoja në një hotel. Në apartamentin ku banoja pas largimit nga hoteli në rrugën Margarita Tutulani, kanë ardhur 2 shtetas shqiptar, që më kanë marrë me dhunë telefonin dhe më kanë kërcënuar me qëllim që të vazhdoja të ushtroja prostitucion dhe parat i ndante me shtetasin e thirrur si Diego. Kam komunikuar me Diegon, i cili më tha se në të kundërt do të dërgonte bashkëpunëtorët e tij duke kërcënuar.
Fati është të treguar edhe më jashpër me një 20 vjeçare nga Kolumbia. Përveç se është të detyruar forcërisht nga një klient për marrëdhënie seksuale, ajo edhe është të tradhtuar nga 2 shoqet e veta bashkëkombëse, me të cilat ndante të njëjtën hapësirë në kryeqytet. Jam përdhunuar nga një klient i cili ka shkuar për të kryer marrëdhënie seksuale dhe ai i ka kryer me forcë me mua. Në datën 21/2/2025, 2 shoqet e mia me të cilat jetoja së bashku janë larguar nga Shqipëria për në Spanjë. Dyshoj se ato më kanë vjedhur pasaportën pasi nga momenti që ato janë larguar nga apartamenti ku ato jetonin, adresën e të cilit nuk e mbaj mend, nuk e kam gjetur pasaportën. Personi që quhet Lukas më ka kërcënuar dhe më ka thënë se do të më vras familjen nëse nuk punoja për të. Jam shumë e frikësuar.